Përshëndetje, Zoira Mabaja. Mirëmëngjesi, përshëndetje nga Prishtina. Faleminderit që jeni me ne këtë mëngjes. Besoj të gjithë jemi gjysy e vesh për të parë në mediat e huaja, në mediume se çfarë sinjalesh po vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, kjo e tarifave doganore dhe reagimet që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian, çfarë na tregojnë? Si keni parë? Po, ajo që kishte ndodhur me thyrjen e madhe në raport me pozicionimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj luftës në Ukrainë, paralajmëronte edhe hapin tjetër, luftën e dytë të radhës që ka të bëjë me tarifat doganore, respektivisht thellimin e logjikës së politikave të merkantilizmit në epokën, në mandatin e dytë të Trumpit, që duket se mund të shkojë në histori si një epokë e veçantë. Reagimet po, ashtu siç thatë edhe ju, janë alarmuese gati thuajse gjithandej në gjitha mediat perëndimore, lajmet kryesore sot, madje qysh me mëngjes kanë filluar edhe debatet e hershme për këtë hap të ri të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përballë vlerat e transatlantike, sepse kemi të bëjmë me cenimin e njërës prej shtyllave të kryesore të këtyre raporteve. Tregtinë e lirë, po gradualisht po ecim drejt një përplasje të re që na kthen në prag të luftës së dytë botërore, në atë atmosferë që kishte zotëruar në prag të luftës së dytë botërore. Gjendja është jashtëzakonisht alarmante, pavarësisht se Trump proklamoi me pompozitetin e tij të zakonshëm si çlirimi Amerikës, liri, zgjerimi hapësirës së lirisë e tjerë, por në fakt shenjat e para dhe atje do të jenë brenda javës se do dobësohet edhe pozicioni i qytetarit të lirë amerikan, sepse do të ketë rritje çmimesh në një varg produktesh elementare. Reagimet që vinë nga Bashkimi Evropian, për çfarë paralajmërojnë, Zoira Mabaja? Vetëm tek një luftë tregtare apo ndoshta edhe një ngërç i cili ka të bëjë me marrëdhëniet edhe me vendimarrje të tjera të rëndësishme? Në fakt, çështjen e ngërçit të vendimarrjeve për çështje tjera të rëndësishme e kishim shijuar më herët në raport, siç thash, me Ukrainën. Por kjo do të thellohet tutje, sepse tashmë deklarata e Trumpit se më shumë na kanë dëmtuar partnerët miq se sa armiqt është përjetuar si një shok i mirëfillt, çfarë ka të dialogohet tutje. Prandaj von der Leyen, kryetarja e Komisionit Evropian, ka paralajmëruar masa të reja që shkojnë te 18 miliardë në fushën e tarifave që shtesë që do të vë Bashkimi Evropian. Pra kemi një garë mes dy partnerëve kryesorë, sepse shtetet e korpusit të Bashkimit Evropian, tregun amerikan e kishin, si të thuash, të garantuar dhe partneri numër 1. Ndërkaq tashmë ato detyrohen që të kërkojnë partnerë të fuqitë e reja, të India, të Kina, të Brazili, të vendet të tjera. Dhe në këtë rrugë pastaj edhe partneriteti në fusha tjera do të kërkohet pikërisht në këtë drejtim. Pra, gradualisht vihet guri tërhiqet guri nga ngrehina e partneritetit 70 vjeçar. Dhe pas kësaj, ajo që mund pritet pastaj është thjesht fillimi i shbërjes edhe të NATO-s. Çfarë do ta mbajë të lidhur pastaj Bashkimin Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Gati thuajse asgjë. Ju përmendët fatin e NATO-s.
Unë potencova se kjo luftë paralajmëron mundësinë edhe të thellimit të krizës dhe kjo mund të jetë kulminante atëherë kur hiqet një gur mbi të cilën qëndron edhe partneriteti në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes. Në rast se thellohet kjo luftë, mund vi edhe deri te shurja e NATO-s, që do të thotë se atë që si a kishte arritur Miloševići përmes luftës në ish Jugosllavi, përmes një rezistence të jashtëzakonshme 78 ditore atëherë në raport me bombardimet e cacheve të ushtrisë dhe policisë serbe në ish Jugosllavi, në Serbi në fakt më shumë, po ja arriti Putini përmes një lufte mbi që tashmë jemi hyrë në vitin e 4 në Ukrainë dhe për fat keq përmes rishikimit të pozicionit të SBA-ve në rrafshin e tregtisë së lirë. Kjo do të thotë se po hym gradualisht në rendin e ri të paralajmëruar, po me një shpejtësi marramense. E qartë, ndërkohë, urdhri për tarifat e reja doganore nga SBA nuk i kanë shpëtuar Shqipëria, Kosova me një tarif 10%, ndërkohë për Serbin 37%. Kjo ndoshta nuk e di nëse mund të jetë e papërfillshme, po meqense ne e kemi si çështje dhe diskutohet, do doja një opinion tuaj. Unë ja hodha një sy transaksioneve mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, mes krahinës së Shqipërisë që i themi Republike Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe vura re se niveli importit dhe eksportit për shembull në vitin 22 kishte shënuar ngritje relativisht të lartë si për Shqipërinë edhe për Kosovën, por këto vitet 23 dhe 24 ka dhe importe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës relativisht më shumë. Sidoqoftë, eksporti dhe importi nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me dy republikat tona është pothuajse simbolik, 100 e sa milion euro, 200 po them simbolik për interesat amerikane. Ne nuk kemi eksportuar kush e di se çfarë prodhimesh me përjashtim të tekstilit, dyshek për shembull nga Kosova është eksportuar më shumti, pastaj pasuar me prodhime tjera bujqësore tjerë, por megjithatë në mënyrë indirekte do të preket ekonomia shqiptare e të dy Shqipërive tona për shkak të tarifave në raport me partnerët tanë evropian, sepse ekonomia është e ndërlidhur ndërkaq në rrafshin e aplikimit të merkantilizmit, ekonomia politike goditet më shumë pastaj. Edhe një çështje tjetër që lidhet me Elon Musk, që ka dhënë dorëheqjen nga detyra në administratën Trump dhe që pati direkt një impakt në tronditjen e tregjeve financiare. Kishte edhe një reagim të Trump. Si do ta lexojmë këtë? Që është e vërteta, kjo ka qenë e pritur, e paralajmëruar, si të thuash një ngritje dhe rënje ngritje e pa paralajmëruar, por rënje e paralajmëruar. Sepse ka një javë sa që është potencuar në disa prej mediave perëndimore se të parët ata që do të detyrohen të dorëhiqen do të jenë pikërisht Elon Musk dhe paralajmërojnë edhe tërheqjen e shtrëngueshme edhe të sekretarit për marrëdhënie me jashtë. Dhe në këtë situatë është e kuptueshme sepse ndodhi kjo Elon Musk, po do të jetë respektivisht e pranueshme, e pritshme, e logjikshme kjo që ndodhi me Elon Musk, ndërkaq do të jetë më e dhimbshme ajo që mund të ndodhë me sekretarin e jashtëm ose me sekretarin e mbrojtjes, sepse në një mënyrë ose në tjetër shoqëria amerikane do të jetë ajo që do të absojë më shumë. Në rastin e Elon Musk është paralajmërim i qartë se për gjithë rrethin që e individëve që
rrethojnë Trumpin se jo çdo gjë blehet me para. Ai provokoi ndjesitë elementare edhe të republikanëve para pak ditësh duke bler dy qytetar atje të sistemit të drejtësisë amerikane duke pretenduar që t'i blej, por dështoi. Dhe ky dështim atje ka goditur edhe Trumpin shumë, sepse është paralajmërim se politikat e tij dhe njerëz që aplikojnë këto politika nuk do të mund të pranohen në plan afatgjat nga qytetarët amerikanë, e sidomos jo nga ata që janë ambientuar, respektisht janë kultivuar me ndjesitë e demokracisë amerikane. Ishte një përpjekje për të thënë një dakordsi në fakt mes të dyve, por nga ana tjetër ne dimë që ka dhe mjaft padi kundër qeverisë së Trump si pasojë e ndërhyrjes në administratën publike dhe çështjet e gjyqësore që ju i përmendët. Ndërkohë shkuat edhe pak më tej kur thatë që nuk dihet se si do të jetë fati i eksponentëve të tjerë, të cilët sot ndoshta janë në majën e karrierës së tyre ose si pika kyçe referuese jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në mbar globin. Pra, pritet Zora Babaja që të pasohet edhe me zhvillime të tjera për ta zbutur deri diku atë që ndoshta ne shohim si agresivitet ose politika të drejtë për drejta, të ashpra, edhe pse konvenojnë për vërtetës me atë që ne kishim dëgjuar në fushatën e Donald Trump, për cilën u votua nga shtetasit atje. Po, e qartë është se janë qytetarët amerikanë ata që kanë risjellur, rikthyer Trumpin në shtëpinë e bardhë, sigurisht që ata kanë përgjegjësi, po çështja është se vetë përvoja e qeverisjes gjatë afatit të parë na tregon se do ta ketë vështirë ta përcjellë administrata deri në fund, sidomos jo me këtë shpejtësi të një lloj hakmarrje që po ndërmirret brenda administratës. Ne kemi parasysh se dy sekretarë të mbrojtjes patën dhënë ndërheqje në mandatin e parë të Trumpit. Edhe të tjerë që paralajmërojnë zëra kundërshtuese të tjerë, vështirë e paramendueshme se do të mund të ecë tutje me këtë pozicionim, me këtë qëndrim. Vështirë është që të paramendohet se shoqëria amerikane do të kapërdi gjithë këtë përplasje të brendshme, sepse është fakt se shoqëria amerikane është më e ndarë se asnjëherë tjetër, dhe megjithatë është fakt se është demokracia më e madhe botërore dhe vështirë do të jetë besueshme që qytetaria amerikane do të hesht me këtë betejë kaq të ashpër që ka startuar jo thjesht vetëm me partnerët e jashtëm, por edhe me një pozicionim ultra ekstrem në rregullimin e administratës, në politikat e brendshme, në politikat e sigurisë e tjerë. Në raport me fqinjet ekstremi është edhe më i ndjeshëm, kam fjalën këtu për pozicionimin në raport me Kanadan, me Grenlandën, me Panaman, Meksikën e tjerë. Unë po ju falenderoj, të doja që këtë bisedë ta kishin përqendruar vetëm te kjo çështje, sepse ne her pas here kemi nderin që ju të na bashkoheni edhe për çështje tjera që janë ndoshta më të ndjeshme, më të prekshme, që kanë të bëjnë me Shqipërinë dhe me Kosovën, ndaj zgjodhem kështu për t'i dhënë zë asaj që realisht është lajmi kryesor në mediat globale sot. Duke të uruar ditë të mbar dhe një herë mirënjohje, na bashkohesh her pas here, të falenderoj dhe shihemi sërish. Faleminderit për ftesën, mirupafshim, ditë mbarë dhe juve. Faleminderit, kënaqësi.